Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të gatuaj një pjatë shumë të veçantë dhe shumë të dashur për mua, por edhe për shumë shqiptar. Nëse jeni ju ato që i pëlqeni bamjet, më dërgoni poshtë në koment një zemër. E nëse jeni nga ato që ju urreni, më dërgoni një emoj nga ato të inatosurit. Unë i kam shumë qejf, mezi prisja ti përgatisja. Receta e sot me bamjeve do të jetë shumë e veçantë, do ta përgatis sipas mënyrës time dhe do të ketë brenda edhe mish të grirë. Pra imagjinoni çfarë kombinimi, edhe bamje, edhe mish të grirë. Shpejt e shpejt fillojmë nga puna, por pa filluar nuk do harroj t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Postohen disa receta të reja gjatë javës. Ju falenderoj nga zemra për çdo koment pozitiv, për çdo fjalë të mirë, për çdo like dhe share që i bëni videove të mia. Pa ju puna ime nuk ka kuptim. Gjithashtu, kënaqem sa herë flasim bashkë, prandaj dua t'ju pyes nga cili vend i botës së Shqipërisë apo trevave shqiptare më ndiqni, shkruani aty në koment. Si fillim këtu kam rreth 500 gram bami, i kam pastruar, mos më shani se i kam rënë shkurt, bamjet ishin shumë të vogla. I kam prerë, sepse për mua nuk ka rëndësi ose më saktë më pëlqejnë më shumë bamjet kur hapen gjatë gatimit dhe lëshojnë ato kokrat e tyre, lëngun e tyre, pra krijohet një lloj kremoziteti shumë i shijshëm. Por për ato që kanë nerva dhe kanë me shumë terezi, po ju tregoj atë prerjen e bamjes në formë konike, duke marrë kështu vetëm anash, dhe kështu bamja mbetet e plotë. Puna parë që do të bëjmë është të skuqim bamjet. Unë kam marrë tenxherën ku edhe do i gatuaj për dy arsye, për mos bërë 150 dhe dyta, kjo është pak e thellë dhe nuk la të vajin e bamjeve që të kërcas. Në tenxhere do të shtojmë pak vaj ulliri. Të gjithë sasinë e bamjeve që kemi do i shtojmë tek kjo tenxhere. Kushtuam edhe vajin e ullirit dhe do i skuqim apo karudisim një bamjet në çdo anë. Unë i shtoj kështu gjitha një herë, që mos të harxoj kohë duke i bërë avash, tenxheria ka hapësirë, do i trazoj herë pas here, që ato të skuqen mirë. Mbajmë bamjet në zjarr, i trazojmë herë pas here që të marrin ngjyrë nga të gjitha anët. Bamjet tani i kemi gati, do i nxjerrim të gjitha në një pjatë, apo maksim me të gjitha sasinë e bamjeve. Ka marrë një shije dhe aromë shumë të mirë, me kujdes se bamjet mos na prishën. Dhe ta lëmë tek në pjata e madhe. Tek i njëjta tenxhere do të shtojmë edhe pak vaj ulliri dhe tani do të shtojmë qepet, të cilat unë i kam ngrirë tek ky mikser. Kam 3 kokra qep mesatare, një nga to është e kuqe sepse i jep edhe më shumë shije dhe ëmbëlsi. Tek qepa tani do të shtojmë pak fare piper të zi, mua më pëlqen shumë piperi i zi tek bamjet, por sot duhet mendoj patjetër sepse ka edhe mishin e grirë. Do të shtojmë rreth një lugë çaj kripe, e cila do të ndihmojë edhe qepën që të zbutet më shpejt dhe gjithashtu i jep edhe më shumë shije. Do të kaudisim për 5 deri 7 minuta. Shikoni pak si duket këtë qepa. Tani është momenti që të shtojmë mishin e grirë. Dhe tani do të shtojmë mishin e grirë, 300 gram. Mish i grirë viçi dhe do shihni që ky mishi tek gjella me bamje bën vërtet diferencën, jep vërtet shumë shije. Prandaj nëse nuk e keni provuar asnjëherë gjellën me bamje me mish të grirë, unë ju sugjeroj shumë ta provoni. Pasi mishi ka ndryshuar ngjyrë, do të shtojmë rreth një lugë çaj spec të kuq, jo pikant, por mund ta shtoni edhe pikant nëse ju pëlqen.
Do të shtojmë 3-4 lugë gjelle salcë tomate për më shumë ngjyrë dhe shije. Do kaurtisim kështu në zjarr të ngadaltë për rreth 5 minuta, sa ta marrë pak shije salca bashkë me specien e kuq. Tani do të shtojmë 3 domate të pjekura mirë të përra në sobza. Unë gjellë me bamje dua me shumë domate, sepse kështu e shijoj shumë, që bëhet vërtet shumë e mirë. Do vazhdojmë ta mbajmë në zjarr të lartë për rreth 10 minuta derisa domatet do të na zbuten mirë, por ndërkohë do të shtojmë edhe ca hudhra. Unë kam 4 filipini hudhër, por mund të shtoni sa të dëshironi. Unë gjellet e verës në përgjithësi bëj të gjitha me hudhra. Pra do presim derisa domatet na shkryjnë mirë, ndërkohë i shtypim nga pak me të lugën e drurit. Domatet tani i kemi gati. Filluar të lëshojmë vajin dhe i gjithi ka dalë faqe. Tani do të shtojmë rreth 1 gotë me ujë, jo shumë, unë ujin e shtoj nga pak, sepse nuk dua që ta bëj shumë të lëngëshme, dua ta bëj që të zinë atë lëngun e vet, dhe tani do të shtojmë me kujdes bamjet. Tu në tenxhere bashkë me bamjet kam shtuar edhe 2 gjete borziloku që i kam tek baçja ime. Që e kam provuar për herë të parë bamjet me aromë borziloku. I pëlqej shumë dhe i bëj shpesh, por nëse nuk i pëlqen, mos i bëni. Tani do e lëm tenxherën të vloj kështu me ngadalë, të ula dhe nxehtësi për rreth 30 minuta, por mund ta lini edhe më shumë, kjo varion se sa të zjera e do në bamjet. Për mua që i dua bamjet shumë të zjera, mund ta lë edhe pak më shumë, por gjithsesi këto do e shohim me kohën. Si rregull bamjet nuk trazohen, por thjesht tenxhere lëvizet nga pak kështu. Dhe tani gjella me bamje është në përfundim. Dhe provoj pak bamjet nëse janë bërë siç duhen dhe nëse hapen lehtësisht, tregoj si kim ndërcime do ta shërbejmë. Gjellën me bamje e kemi gati për ta shërbyer. Shpresoj shumë që edhe ju ta provoni, ta pëlqeni këtë mënyrë gatimi me mish të grirë. Shihemi dhe dëgjohemi në video në radhës, ju bëftë mirë nëse e provoni.